drejtimin e vet. Sa vjeç je? Unë jam 50 rafsh. Mashallah. Deri 70 vjeç ka të ndodhi me ti? 70 vjet, a pyeti një gazetar tha hobi, përveç punës sa kemi ta thënë drejtësh punën e kam edhe hobi edhe profesion. Besoj që Profesion e pasion. edhe pasion. Besoj që aty do jep, do shta merit me pak ma të punë. Nga lërsuara. Biki prendova vetes para një 2 vjetëve që të hanave dhe të prendeve nuk do vinë punë. Tani çfarë më ndodhi? Le që të hanave të prendeve që shkoj, po të shtunave të djelave në ampo. Po nuk mund të të rrisë jam sot. Kjo është për adrenalina e punës. Po besoj që ritmi do të spret. Ma shumë do shëtisim se sa do punoj. Kemi struktura, kemi punu në atë drejtim, kemi kogja struktura të ngritëna, ashtu që besoj që në ato frekvenca do jemi, po punën sigurisht që nuk e lëm. Puna shkon në shpejtit. Kështë adrenalin, i veçan. Struktura, a mendon se biznesi jot mund të funksionojë pa ty? Pa kur farë problemi. A mund të rritet pa ty? Pa kur farë problemi. Po kjo është formula e suksesit. Kemi ardhur në nivele, kemi investuar në fakt në nivel grupi, kemi ardhur në nivele që absolutisht pa kur farë problemi. Dhe po e bojnë me në thënë drejtën.